Horoskopi ditor, 20 maj. Një situatë e heshtur mund të shpërthejë papritur. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në shtëpinë tonë të yjeve. Nëse dëshironi të jeni gjithmonë të informuar mbi lëvizjet e planeteve dhe se si ato ndikojnë në jetën tuaj, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë Zëri i Universit. Gjithashtu, për t'i marrë parashikimet dhe videot tona përpara të gjithëve, ju ftoj të bashkoheni në kanalin tonë të WhatsApp. Linkun e bashkimit e gjeni fix poshtë kësaj videoje në përshkrim. Faleminderit që jeni pjesë e udhëtimit tonë drejt dritës dhe dijeve universale. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Jo çdo ndryshim vjen me paralajmërim, disa situata shpërthejnë pikërisht atëherë kur njerëzit mendojnë se gjithçka është qetësuar. 20 maj sjell energji shumë të tensionuara, reagime të papritura dhe momente që mund të ndryshojnë krejt atmosferën brenda pak sekondash. Disa shenja do ndihen sikur diçka po fshihet dhe intuita nuk do t'i gabojë. Një mesazh, një përballje ose një veprim i papritur mund të zbulojë të vërteta që askush nuk i kishte thënë hapur deri tani. Kjo nuk është një ditë për të injoruar sinjalet, sepse ajo që del në dritë tani mund të ndryshojë shumë më tepër nga sa mendon. Dashi. Një situatë që dukej e mbyllur mund të rikthehet papritur dhe kjo mund të vendosë përballë një reagimi që nuk e kishe parashikuar. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një vendim që ke shtyrë prej kohësh nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një mundësi që kërkon guxim dhe reagim të menjëhershëm. Në marrëdhënie, një bisedë ose një përballje mund të zbulojë emocione që kanë qenë të fshehura për shumë kohë. Mos vepro me impuls vetëm sepse tensioni bëhet më i fortë gjatë ditës. Është një moment për të menduar qartë dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të kontrollosh emocionet, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej shumë më e rëndë më vonë. Demi. Një qetësi që e kishe marrë si të sigurt mund të prishet nga një zhvillim që nuk e kishe parë të vinte dhe kjo mund të të detyrojë të reagosh ndryshe nga zakonisht. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një situatë po ndryshon më shpejt nga sa mendon. Në punë, një lëvizje e vogël mund të ketë ndikim shumë më të madh nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një sjellje e pazakontë mund të të bëjë të kuptosh se diçka nuk është më si më parë. Mos u kap fort pas rutinës vetëm sepse të jep siguri. Është një ditë për të qenë më fleksibël dhe për të parë realitetin me qartësi. Nëse arrin të kuptosh momentin e duhur, mund të shmangësh një gabim të rëndësishëm. Binjakët. Një informacion që vjen papritur mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej plotësisht e kuptueshme. Një moment i vetëm mund të të tregojë se dikush nuk ka qenë aq transparent sa e kishe menduar. Në punë, një bisedë ose një lajm mund të të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për shumë kohë. Mos e shpërfill atë që dëgjon vetëm sepse vjen në moment të papritur. Është një ditë për të analizuar me kujdes dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohën e duhur, mund të marrësh një vendim shumë të rëndësishëm. Gaforja. Një ndjesje e fortë mund të të paralajmërojë se diçka po ndryshon në heshtje rreth teje dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh më shumë nga sa po thonë njerëzit me fjalë. Një moment emocional mund të të vendosë përballë një të vërtetë që nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë intuit se sa logjik për të kuptuar drejtimin real të situatës. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të kuptosh sinjalet emocionale, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh situatën. Luani. Një situatë që dukej e qartë mund të fillojë të ndryshojë drejtim pa paralajmërim dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo gjithçka po zhvillohet sipas pritshmërive të tua. Një moment i vetëm mund të të tregojë se dikush po fsheh një mendim ose një vendim që nuk është thënë ende hapur. Në punë, një zhvillim i papritur mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon qetësi dhe vetkontroll.
Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos e lër krenarin të pengojë të kuptosh situatën reale. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe për të mos marrë vendime impulsive. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të shmangësh një përplasje të panevojshme. Virgjëresha. Një detaj i vogël mund të japë një sinjal shumë më të fortë nga sa duket në fillim dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është aq e qartë sa mendoje. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush nuk po sillet më si më parë dhe kjo nuk është rastësi. Në punë, një mungesë informacioni ose një gabim i vogël mund të krijojë tension nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një ndryshim në sjellje mund të zbulojë një largim emocional që nuk është shprehur me fjalë. Mos u mbështet vetëm tek logjika. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sjelljeve. Nëse arrin të lexosh situatën saktë, mund të shmangësh shkënim. Peshorja. Një situatë që ke përpjekur ta mbash në ekuilibër mund të fillojë të lëkundet më fort dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se nuk mund të shmangësh më një vendim të rëndësishëm. Një moment i vetëm mund të tregojë se një person ose një zhvillim nuk është më si më parë. Në punë, një zgjedhje e nxituar mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat gjatë javës. Në marrëdhënie, një distancë ose një reagim i ftohtë mund të ketë më shumë kuptim nga sa duket në fillim. Mos u përpiq të ruash qetësinë vetëm për të shmangur tensionin. Është një ditë për të qenë i sinqert me veten dhe për të reaguar me qartësi. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të shmangësh komplikime. Akrepi. Një situatë që ka qenë e mbuluar me paqartësi mund të fillojë të zbulojë anën e saj më të fshehtë dhe kjo mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një person ose një zhvillim. Një moment i vetëm mund të tregojë se diçka ka ndodhur pa dijenin tënde dhe tani nuk mund të injorohet më. Në punë, një lëvizje e heshtur mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për një kohë të gjatë. Mos reagoj menjëherë nga emocionet. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar gjithçka para se të marrësh vendime të rëndësishme. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të marrësh kontrollin mbi situatën. Shigjetari. Një situatë që e kishe parë si kalimtare mund të marrë papritur më shumë rëndësi dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se nuk ke më kohë për të qëndruar në pritje. Një moment i vetëm mund të tregojë se një mundësi po afrohet vetëm një herë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të hapë një drejtim të ri që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për shumë kohë. Mos e humb energjinë duke menduar pafundësisht për atë që mund të ndodhë. Është një ditë për të vepruar dhe për të mos humbur momentin e duhur. Nëse arrin të reagosh me guxim, mund të hysh në një fazë shumë më pozitive. Britsjapi. Një situatë që dukej e qëndrueshme mund të fillojë të lëkundet dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk varen plotësisht nga kontrolli yt. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar mënyrën si po vepron. Në punë, një zhvillim i papritur mund të kërkojë më shumë durim dhe fleksibilitet. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyjë drejt reflektimit serioz. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka njëkohësisht vetëm për të shmangur tensionin. Është një ditë për të parë realitetin me qartësi dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh një situatë që do të komplikonte shumë gjëra më vonë. Ujori. Një ide që lind papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh dhe kjo mund të japë një drejtim krejt tjetër. Një moment reflektimi mund të tregojë se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk e kishe parë nga këndi i duhur. Në punë, një zgjidhje jo e zakonshme mund të japë një avantazh që të tjerët nuk arrin ta kuptojnë menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të zbulojë një anë të dikujt që nuk e kishe parë më parë. Mos e kufizo mendimin me mënyrat e vjetra të vepruarit. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të reaguar ndryshe.
Nëse beson tek intuita jote, mund të hapësh një drejtim krejt të ri. Peshqit. Një ndjesi që nuk arrin ta shpjegosh plotësisht mund të bëhet më e fortë gjatë ditës dhe të tregojë se diçka po ndryshon në heshtje rreth teje. Një moment i vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë emocionale nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë që të ndjekësh instinktin edhe kur logjika nuk të jep përgjigje të qarta. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të ndryshosh vazhdimin e situatës. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën shpërthimi nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.